Afrona Ndika konfirmon fejesen. Ish bashkëshortja këngëtarit të njohur Vlero Muharremi, Afrona Ndika ka konfirmuar publikisht se është fijuar, duke befasuar në djegësit dhe mediat rozë. Ndërkohë Vlero duket se nuk është as pak i prekur nga ky zhvillim në jetën e ish bashkëshortes së tij. Përmes të rrjeteve sociale ai është fokusuar në çështje kryesisht të tjera, duke bërë thirrje për mbështetje nga disa kandidatë për kryetar komunash në ballotazh, pa dhënë asnjë reagim për fejesin e Afronës. Këngëtari tashmë po shtrijon një lidhje të ridashurie dhe ka zgjedhur të qëndrojë i heshtur e i qiell, lidhur me këtë temë që ka zgjuar shumë interes. Nga ana tjetër, Afrona është duke u lumturuar dhe plotësuar me partnerin e saj të ri. Ajo ka ndarë edhe disa detaje rreth planeve për të ardhmen, duke treguar se synon të krijojë familje dhe ka lënë të kuptohet se një dasëm mund të vijë shumë shpejt. Një fillim i ri për Afronën, ndërsa Vlero duket se ka mbyllur kapitullin dhe ka hapur një tjetër në jetën e tij. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.